Kur është zhvilluar vetëm një xhiro në kuadër të Superligës së hendbollit të Kosovës, klubi i hendbollit Vllaznimi ka arritur sezonin ta nisë me fitore që në javën e parë, duke shënuar fitore kundër skuadrës së Llapit. Trajneri i klubit Benon Brahushi tha që këtë sezon synojnë që të krijojnë stabilitet në kuadër të Superligës. Për këtë sezon synimi i klubit është më shumë të stabilizuar sa më shumë në Superligë, domethënë mesi tabelës kishte qenë ideale. Duke marrë disa nga vështirësitë në të cilat kishte kaluar Vllaznimi para disa sezoneve, Brahushi tha që aktualisht janë të kënaqur me fondin e lojtarëve. Për momentin nuk mund të manku për fond të lojtarëve, jemi një numër i mirë, i mjaftueshëm, domethënë zakonisht që s'ka ndodhur më herët, kësaj herë domethënë jemi gjithmonë me kapacitet plot lojtarëve. Për t'i arritur synimet, klubi i hendbollit është përforcuar edhe me disa hendbollistë, ku njëri ndër ta është Isuf Kadriaj, i cili tha që është shumë i kënaqur me përgatitjet dhe pritjen që i është bërë tek Vllaznimi. Përgatitjet këtu jam shumë i kënaqur, me trajnerin Benon jam shumë i kënaqur, atmosfera është nivel, shumë jam i kënaqur, ma kanë bënë mirë së ardhje, ekstrem të mirë, më kanë prit shumë mirë, nuk e kam pritur të mirë piqe që më bojnë, ama jam shumë i kënaqur, shumë i kënaqur jam. Ndërsa hendbollisti Luiç Kolaj tha që është i kënaqur me atmosferën e cila po mbizotron në ekip, si dhe me faktin që në këtë fillim të sezonit janë mbledhur shumë hendbollistë që për qëllim kanë mbrojtjen e ngjyrave të klubit. Unë jam i kënaqur shumë mas pari për atmosferën e klubit që është ndodhur. Na besoj që krejt e dim që jemi kthy shumica e lojtarëve që jemi konë edhe na për lojtarë ekipe si Raoveci, jemi konë Treps, jemi konë edhe pjesë edhe Llapit, por jam i kënaqur më shumë se jem të budishush edhe jem të luajt mirë me zemër për ekipin tonë edhe për vendin tonë Gjakovën. Kjo është synimi jon, është mas pari me rujt ngjyrat e vendit, pastaj edhe me kallëzu edhe veten pse jo. Nga këtu u bë e ditur që puna që Vllaznimi të jetë kundërshtar i denj për secilën skuadër të Superligës së hendbollit do të jetë e vazhdueshme.